thot muaji Shaban është muaj që Allahu gjithandej e ka shkapërderdh mirësinë dhe hajrin. Dëshiroj të përkujtoj veten edhe juve sonte nga namazi i akşamit, në momentin kur ka shkelqy hana e re, kemi hyrë në muajin Shaban. Dhe nga nesër fillojmë numërimin e ditëve. Çdo ditë e re është një ditë më pak, çdo ditë e re është një mundësi më afër dhe më pranë muajit të Kur'anit, muajit të mëshirës, muajit të bekuar të Ramazanit. Ibnul Qayyimi rahimahullah me rastin e hyrjes së muajit Shaban e ka bë një koment të asaj kohe, e një status të kohës tonë, po e adaptoj me kohën tonë. Thot muaji Shaban është muaj që Allahu gjithandej e ka shkapërderdh mirësinë dhe hajrin. Prandaj këto 4 javë le të na shërbejnë si javë që ne sinqerisht dhe me seriozitetin më të madhin do të flasim me shpirtin ton. Do të flasim seriozisht me shpirtin ton, secili prej neve, që nëse Allahu na nderon me jetë e me shëndet, edhe një herë me hy në muajin e bekuar të Ramazanit, do të mirë me ditë kur fillojmë çka po dojmë, çka synojmë dhe çka kemi planifiku me vepru edhe me arrit, e në ditën e Fitr Bajramit me dal për plot dëshirë, e gëzim, e vullnet nga aktivitetet tona dhe zelli ynë i madh. Prandaj vëllezër, le të flasim sinqerisht dhe seriozisht me veten tonë, me shpirtin tonë, sa do të angazhohemi nëse Allahu na mundson që ta mbrim e ta përjetojmë e të futemi në muajin e bekuar të Ramazanit, në atë muaj të mirësive dhe bekimeve të mëdha. Allahu na mundsoft që ta presim e ta mirëpresim e të kënaqemi e të bekohemi me mirësitë dhe begatit e këtij muaji të bekuar inshallah taala, ne, familjet tona dhe gjithë dashurit tonë inshallah. Amin.